Gazetari Mustafa Nano thotë se politika kosovare duhet i menjënoj krizat politike si ajo aktuale, pasi krizat të tilla të paarsyeshme krijojnë ide në perëndim e në botë se është e paaftë për t'u vetë qeverisur. Nano solli në vëmendje se edhe vende si Palestina janë penalizuar më së shumti nga imazhi që kanë përcjellë në botë si të paaftë për t'u vetë qeverisur. Analisti tha mëtej se Albin Kurti ka përgjegjësi për krizën pasi nuk ka qenë tolerant dhe nuk ka treguar se është njeriu i konsensusit dhe i negociatave, duke krijuar një mur me pjesën tjetër politike në vend. Kjo krizë ishte e papritur, e pamenduar, nuk kishte arsye sidomos për gjendjen në të cilën është Kosova. Situata të tilla mund të verifikohen edhe në shtete të tjera, por këto vende nuk kanë sfidat e Kosovës. Politika kosovare duhet të përpiqet që krizat të tilla t'i menjanojë, t'i evitojë që të mos krijojë iden jashtë Kosovës apo në perëndim se vendi në përgjithësi është i paaftë për t'u vetë qeverisur. Ka kombe të tjera që janë penalizuar më së pari nga imazhi që kanë përcjellë në botë, si të paaftë për t'u qeverisur siç janë palestinezët. Drama e madhe e palestinezëve lidhet përveç të tjerash edhe me perceptimin botëror, sipas të cilit ata janë të paaftë për t'u qeverisur. Kosova duhet të përpiqet që mos ta përcjellë këtë mesazh në perëndim. Kosova është një shtet në provë, s'është si Shqipëria që ka qindë ca vite që ekziston, apo shtetet e tjera të Ballkanit. Ata janë në provë çdo ditë dhe çdo krizë që ata prodhojnë u futet në lup. Ky është mesazhi që duhet i përcillet klasës politike në Kosovë. Jeni në provë, bëni kujdes, tha Nano. I pyetur a ka një përgjegjës për situatën në Kosovë, Nano thotë, personi në komandë të gjërave që ka timonin e gjërave, ai është gjithmonë përgjegjës kur ka kriza, sepse duhet i luajë të gjitha gurët e mundshëm që ta shmang krizën. Albin Kurti duhet ta shmangte. Ai është përgjegjës edhe për muaj të tërë negociatash e vonesash, edhe pse ndodhi ajo gjë. Ndodhi sepse Kurti i vuri vetes si qëllim të zgjidhte një Benjamin të vet në krye të kuvendit. Ishin muaj të humbur dhe një spektakël i papëlqyeshëm. Albin Kurti s'bëri asnjë përpjekje për ta shmangur këtë spektakël. Kemi ardhur në situatën ku megjithse ka dalë forcë e parë, i duheshin 12-13 vota në kuvend, në një lider i kujdesshëm që di të komunikojë, që di të tolerojë të bëjë negociata, e që përcjell mesazhin si njeri i konsensusit, s'do ta kishte zor të gjente 13 vota për të qeverisur. Ai ka krijuar një mur mes vetes së vet, klasës politike kosovare dhe gjithë pjesës tjetër. I pyetur apo shpresohet dhe punohet në Tiranë për rrëzimin e Albin Kurtit, Nano shpreh, nuk e di, nuk besoj se ka një strategji të qeverisë apo Ramës për ta rrëzuar Kurtin. Rama nuk para i ka futur hundët në punët e Kosovës, ka parapëlqimet e veta brenda politikës kosovare, por nuk ka bërë ndërhyrje brutale në lojën politike atje. Ai nuk e ka qef Kurtin, kjo dihet, ashtu si dhe Kurti se ka qef Ramën, por nuk besoj se ata punojnë për ta rrëzuar njëri tjetrin, edhe sikur ta dëshironin nuk kanë asgjë në dorë. Kurti e Rama janë shumë të fortë në terrenet e respektive, por kuptohet nëse rrëzohet Kurti, Rama as do ta vajtojë rrëzimin e tij, as do shtrojë ndonjë gosti.